Në Vermosh, kujtesa, tradita dhe kultura e Kelmendit u bashkua në 2 mbrëmje të veçanta të Rock Academy në edicionin e saj të 10. Shoqata kulturore Rock Jakaj solli për publikun fotografi historike, rrëfime, muzikë dhe materiale të rralla filmike, duke rikthyer në vëmendje historinë dhe identitetin e kësaj treve. Mbrëmja e parë, e titulluar Natë rrëfimesh, u çel me ekspozitën fotografike Kelmendi, qysh se u fotografu s'pari. Ekspozita prezantoi 24 fotografi bardhëzi të realizuara në Kelmend nga fundi i shekullit të 19 deri në vitet 70. Albanian Sans është një aktivitet i cili synon të sjellë tingujt e Shqipërisë për te kufive, të sjellë tingull e çdo gjëje që noll, ose më mirë thënë edhe ka noll në Shqipëri, të rikthejmë në kujtesën e rinisë ajo që ne ishim, ajo që ne jemi dhe ajo që dëshirojmë të jemi në të ardhmen. Për me plotësuar një kuadër vizual minimalisht të asaj çka përfaqësojnë kjo zonë, do kena të mblum, po them, që nga fillimi i shekullit, që nga fundi i shekullit 19 deri në ditët e sotme me imazhe, fotografi ose video. Mbrëmja u pasurua edhe me Kelmendi me ngjyrat e kinostudios, një palimpsest kinematografik i ndërtuar mbi materiale filmike të kinostudios Shqipëria e Re. Ndërsa Natë Tingush solli në skenë eposin e Kreshnikëve, të interpretuar në lahut nga rapsodi Luiq Gjerkaj, si dhe koncertin e nxënësve të Rock Academy. Përmes fotografisë, filmimit, rrëfimit dhe muzikës, aktiviteti riktheu në vëmendje një Kelmend të dokumentuar në kohë, por edhe një Kelmend që vazhdon të jetojë përmes kujtesës, traditës dhe brezave të rinj.